Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijët e tij dhe u tha atyre: "Qofshi frytdhënës, shumëzoheni dhe mbusheni tokën. Dhe frika dhe tmerri juaj do të ushtrohet mbi të gjitha kafshët e tokës, mbi të gjithë zogjtë e qiellit, mbi gjithçka që lëviz mbi tokë, si dhe mbi të gjithë peshqit e detit. Ata janë lënë në pushtetin tuaj. Çdo gjë që lëviz dhe ka jetë do t'ju shërbej si ushqim. Unë ju jap tërë këto gjëra, ju jap dhe barin e gjelbër. Por nuk do ta hani mishin me gjallërinë e tij, do me thënë me gjakun e tij. Unë do të kërkoj sigurisht llogari për gjakun e jetëve tuaja dhe këtë do t'ja kërkoj çdo kafshë dhe njeriu. Do t'i kërkoj llogari për jetën e njeriut dorës së çdo vëllau të njeriut. Cili do që der gjakun e një njeriu, gjaku i tij do të derdhet nga një njeri, sepse Perëndia e ka krijuar njeriun sipas shëmbëltyrës së tij. Ju pra jini frytdhënës dhe shumëzoheni, rrituni me të madhe në tokë dhe shumohuni në të."